Kalojmë te fabura tjetër Ledio, prit pak tani. Limon se s'mund të rrit ikësh pa. Dorim vetëm 10 minuta tek fabura do ikin, burash. Na që i bashkë në dy, kur jemi bashkë. Ma betë qartë, papar, se edhe mua s'më rigoja, po ti njerë s'ka peshfare, ti i papar. Konflikti brenda PD-s. Po të përgjigjem çfarë po më pyet? Ke shpërthyer shumë, ke shpërthyer në ato, E ke atë të lymit të Ledio të lutem të mysymit? Më duke se e ka Ledio? Atë statusin? Jo. Cilin status? Jo. Ç'është kjo? Ç'është kjo Ledio? Kjo pra është shpërthimi. Për gazin. Kjo pra këtu kishe një shpërthim ti këtu. Jo se shpërthim. Këtu ke për këtë ti, për që çne që eci në kështu thua ti në thuaje. Për reflektim. Jo më në poshtë. E para nuk është një njerëz që su ka thonë kush punë e marë në jetën e tyre. Po, atë ke shkuar atje, po. Pra problemi është, nuk mund të ti të rrezatosh të mbrosh fukarajnë. Po nuk ishte ky thelbi në fakt. Jo, thelbi është që pse, konflikti i ri në PD është Saljani, vlla, zoti Saljani. Thelbi për këtë foto që ke nxjerrë është. Por këtë foto po do ta nisim, do ta afshojmë pa, po e nxori gabimisht. Jo, nuk merre më. Po çan disa njerëz delirant që di vetë kaq rëndësishëm, kaq rrezikuar, kaq sa zbresin nga se ndilja mbrapa. Dhe thasha kanë halt për para se i vretjeria, po i fut dur shoferi, i kështë halon. Shkjalla. Kryeministri danez, kur jep dërheqja, rak bicikletën ka 26, që e merë dhe i. Por danezi, o bur. Po kësë është as danez o kinez o Dakistan, mërë, kushe i rezikon gaz bardhi, për shemë, që zbret nga makina mrapa, ose që ku të them se s'po mora e mërë tjetë. Dhe bëj një pyetje unë ty. Unë kam qenë në kryetar ku vendi. Kjo mund tjetë rastishme. Jo, mo, jo, s'është rastishme. Po, prit. Jo, mo, i shoh çdo mbledhje. I shoh kur vin ke PD. Nuk është vetëm ky mo. Po s'vjen me Porsche. Po nuk vetëm ky mo. Po se por ka pa makinë vetë. Po që me Porsche ose me pep tjetër, nuk e di, por që po s'ka. Po shpret shoferi u hap dera mo. Po nuk kam, jo pra, unë kam parë gazin ku ka ardhur në për emisione, kam pasur emisione. Kurri? Si kurri? Kurri. S'është fare me shoferin, valla, nuk ka Porsche, ka makinë thjeshtë për fare. E kam parë unë, por këtu do të jetë me ndonjë. Ore, pare se me kë është, ose me thënë tani të hipin në dyri një makinë super luksoze. Kë po them që është makinë. Po nëse ti e nisur nga jo më po i shoh PD-ja mo. Vinë zbresin mrapa, janë disa 4-5 veta. Po shkon te PD-ja oli mo. Po si shkoj alla? I shoh kur vin. Te obori, shkon te obori mbledhje, kur vin mbledhje, nuk punoj lushtar aty. Por pa. Jo mo jo. I shoh. Ka fjalën të thjeshtë obori, ti shohësh. I shoh kur vin në mbledhje, kur vin mbledhje që ka dhe media. Po ai aty jashti. Po rizbresin nga mrapa mo, çat drejt na. Ta ti qosh ka vënirë shtemi gjysmë këtyre nuk i fleta ishe domata, alla. Kushe? Po ti thua, tani ti ke problemi... A që janë bosh, dhe të lehet, pa pesh, du të japin pesh me zorë, sforcohen kotë, më. Që këta makinat e vëgle të këpusin mes mrapa, është ma mirë për para, më. Për këta e ka, për këta. Për këta e ka, mirë është ta ngasin vetë makinë. Përveç Berishës me rame që s'dime nga makinë. Në gazën e kam parë që i ka dhënë vetë makinës. Për zotin, nëse ka stili kur vjen të këti variant, vjen po atje... Jo, s'kan ardhë unë, jo, kemi që mbile në emision tjetër, jo në këtë televizion. Atje vjen me këshu, si them unë. Jo vetëm ky, po janë 4-5 nga taloj. Po Gjekmarka, për shumë, si vjen? Gjekmarka ka marrë makinën që kisha unë, po kur e kisha unë isha e keq, se unë isha zëvenci i Ruçit. Gjekmarka është bosi Maku, zëvenci i Grave, ka qenë zëvenci Nikolës. Maku është ai që... Kush Maku? Është një estrad që e lu një aktor, që zëvëndëson të gratë ishim e leje lindje. Dakor. Edhe? Ky ka qenë zëvendësi Lindita Nikolës, zëvendësi Spiropalit, zëvendësi Nikos, të shi. Se është prapë Gjekmarka, po kur janë këta në kryetar ku vendin, nuk quhet që këta zëvendësojnë këta të pëses. Kur isha, unë ishe problemi madh, ato 2 vjet e gjys. Se ishe dhe ti në kryetar. Po, në 35 vjet, 2 vjet e gjys kam qenë unë. 32 vjet e gjys kam qenë këta lloj. Të këtij lloj, po nuk flet tjeri për këta. Unë zëvendësova palokët. Ishte paloka para me zëvendësi Ruçit. Ikën këta që u mori koka herë, se i kapi Covid-i para se të vinte në Shqipëri, që dojë mandatet, edhe për forcën u bëna unë. O, Ledio, i kapi Covid-i para se të vinte në Shqipëri. Po mërë po. Po digjo. Dhe su ka dalë halama se kam thonë, do të ambullë Covid-i. 10 vjetë. Kë ka 3 palë kryetar ku vendi, zëvendës kë. Kë populisti, kë i thjeshti, kë gjithë dante. Zëvendës i Lindita Nikolës, zëvendës i Spiropalit, si Maku, edhe zëvendës i Nikos është. Po flamuri? Ka i tuksan këj që e kam pa, edhe këj rrim rapa, ka edhe në oficer. Në 35 vite i vetëmi që s'ka pranuat majroje, kam qenë, kam firmos, ke gramos sako i gardës, që nuk duroj. Qarë? Ato lekët e bukës për mi t'i have, ti gjithë. Do kem flamur nokët të premt. Mrapa s'bet edhe flamur. Digjo. Mrapa. Ta shi që po e them unë, po në njoj, mund të vi vetë për para, po mrapa. Shti them në një gjë nga ty, shti them në një gjë, që më thamë i symi këshu këshu. Kota me i do vitë të premten.
Me që kam të prëndër në emision. Unë që kam pas për thënë, ja kam thënë vetë, femurin këshillë komtar, që nuk ke tagër të flaqë në emër të Berishës, të është duk... Për sekretari përgjithshëm, apo? Po, e pyti qimi dje Berishën për numërin 2. Gjatë gjithë kohës ta ke pas dysha, por kjo kërcet shumë nga ana intelektuale. Diti qim. Peka. Dhe Berisha i tha që, në fakt Berisha gati të shtregoj drejtë, që deshti thot qimi që flamuri nuk është dyshë, është lishi. Po edhe qaj, ta, se nuk e shof, nuk e se të di. E sa ko që flamuri i bërtet atyre thot për zaj nga mbledhja, bën listë të deputetve, cakton drejtues të qarqeve, harron dajakun, shamen me një tjetër me këte. Qa janë shak, ta e kam tu unë atë qa... Po janë shak dikur, o burë. Jo tani. Dikur 200 vjetë për para, po këta s'janë, sa vjetë që këta? Po jo, me dikur, dhe më kursishte, kur ishin... E i vitë për para. Kanë të ndara, pra, E i po. vitë për para. Po si kanë kërku fale një tjetër. Ma Ore, të se- e ka denoncu ore- flamurin, pyte flamurin. Ore, dëgjom. Tha Myslimit dhe se ke akuzu Myslimin. Ha? Sikur unë, Bëjan që i mëndës të dojarot, ja them Shkruaj me. të lutem. sikur unë, kam thanë që flamuri ka villalës. Jo të hangë të martë e ta ka thonë ky. Ky ki zbret me Porsche. Ka denoncu biles. Vil në lalës. Po, më thot i mik i flamurit, jora ke shkryt për flamurit, që unë vil lalës. Jo, unë kam thënë që flamuri ka shpinë Tiranë dhe makinë, po ti bledhësh, bëjmë 500 euro. Reagova kur ju tha deputetëve në imbledhje që mos u vishni me robët mira në parlament. Më kujtu kryetari kooperativës, ka që janë Don Liko atje në qerë, për tarë me kostum doko si oficerat e sigurimit. Dhe i thash, pse duhet vishet me arna, Flamur Hoxha që është biznesmen, Jusuf Qela, Qartë. Kliti Hoti është, thuj Brit, Kliti është, a i Shkodrës, milionjer edhe. Pse duhet vishen ta për hipokrizi, që është kjo mentalitet bolshevik, hipokrit, që ne të shkojmë me robe sa më thjeshta, që të dinë shqiptarët edhe lukt, edhe pirut, edhe brek që ke vesh. Se ne jetojmë komuniket, vishu si dushni. A i të shef ku ha, ku pi, ku breth, ku jeton, që makine ke, ti thu të vishëm, ti të ne jetën ku të shkojmë ku vetë, thjesht. Që është kjo mentalitet? A, nëse i ke pare tuje me djerës, ti i këzosh. Vishëm më kësum 10.000 euro, 100.000 euro orën e dorës. Qartë. Po e kokër hajduti, nuk ka nevojë se si vishësh ti, 10 milet një hajdut. Po më thuaj qëndrimin tënë tani, Për? se u morë me këta, do vit dita kur të flasim për këta sigurisht. Jo, Me që ma nëzorët te foto. E nëzori Ledio këtu, kujtova se i kam dhënë Ledio së të pra. I kam thonë në 2006 ka qenë një zërë. Iqe Ledio këtë, iqe. Ja, s'ka gjë ta që të mos i ngelet qefi gazit si kur e kam vetëm me gazit. Unë jam shumë nga cmus, nga natyra. Po, pra, po. Në abort Ta fakultet... mani për keq, nuk besas të Në mani. abort... Po edhe po e morën, nuk është se ma njenë fort mu, o Arjan, se si ma morin ta. Unë jetoj për vete, ja për këta. O, sa birbo kam kaluën edhe, mi api zotë e ymër, sa të kaluën si këta unë. I ka qenë një zëvendës ministre, kështë i Volkswagen, Passat. I ma me ato Volkswagen Passat, sa janë të kuvendet. Ato si kalache Amsteli. Si? Si kalache Amsteli, si Lomarin. Jënë këto kalache dhe birë, sa Amstel. Kanache. Kanache po kalache. Kanache. Kalache i thonë I thonë këto qikë. O, Ledio, nuk dhëtë kanache, dhëtë kalache. Edhe isha me i mik timin që jenë dhe... Si ka mundësi, mërë, Në ka vetëm figura kur flet, ka vetëm Në figura. bord fakultetit juridik. Edhe vjen një sa ishte bo zëvendës ministre. Nuk po e them se ku se... Edhe zbret me vrap shofer ishin... Nga partia juaj? Po, 2006. 2006, po. Edhe 6-7 profesor në kam. Edhe vjetë me vrap a i shoferis, edhe shofer edhe bët i ka i hap derë mrap, edhe zbret. Me nejt, nuk ka tortur më të mëdhe me nejt në Volkswagen, Bora, mrapa. Barake. Po, se se duhet të rishë në faktor lungot, po, kur janë makina gjata, po, të më dha. Këta profesorat e shkretë, se ishte si e madhe, e punon të dhe aty, edhe gjithë respekt, edhe gjithë servilizmi, si e shef e janë, i shef tjetërit. Kur më pa mu u vunë siklet, se e një fshaheret. Edhe? Ti që ne mrapa, ishte edhe pa martu më në kjo zëvendës ministri. I thashë... Ishte femër, ishte... Nuk po e them tash. Jo, ishte femër kjo zëvendës ministrja? Po, më duket. Edhe, i thashë, atë kam thënë që kur rrim mrapa duke shërënsishme, po ke halëse të nga të mo shoferi. Në qartë, dhe se në shpreje kjo, po. E u skuqja, se pash mama sa ne, që aneti mrapa, aneti para, se rrallë rria me udhejcat. Qartë. Këta kam dhe natyrë të keqja. Unë kam qef t'ju bi për defektet që kanë kur janë karrike. Kur ikin më sa ne, Qartë. dhe me nga mëzë që e i hap pullat të ngorta, nuk është qenë race. A i që hap pula? Të ngordhura, nuk është qenë race. Po pëse më ka njerës që hanë dhe pulat në gordhura? Po. Mas i bi nga kali, nuk lejnë gjo, pa thonë, a i që është soj sez. I ligu, a i vogli. Jo, literalisht, ka dhe njerës që hanë dhe... Metafor. Jo, në Shqipëri, ka dhe njerë për shumë që hanë pula pas në gordhin?
Po, besoj që ka, për të mos po i morin vesh në ato që blem. Këto kanë ngorë, shumica e pule ju vinë të kënë e mqese. Kanë ngorë ke lufta e parë ku i ra George Bush. Gjetrat me George Bush i parë ku i ra operacioni Stuhin Shkretir ku i ra Irakut. Në Bagdad, 89-90. 30 vjetë më merë fut me ato rrëjnë frikë i ferë sa dush. Ti sa i kap nuk e bëhe provë. Sa i kap ngellë kotë s'ka ndorë mishi bim pilaft. E vërtet është kjo. Pa mishi kalë, bro. A i që është pul fiku, duhet ta zish 2 ore nuk i gjvishën ato lëkurat ke kofshët. A i që flenë fik. Pul fiku. A i që flenë fik për i vërteti. Po pse pula e vërtet flë në fik? Pa a i që flenë fik, nullin, pem, a i që është pul, jo këtë të kalbë, të e ka therë, të e në therë kjo më Bagdad. Dhe ne ato ama koma o limo? Po që ati pëmë? Kemi për kollalikë, se ne s'kemi kulturë për të majtë vetën nga gojë, me që kemi pak dhamë, ato e më të buta, më të mira. Berisha është i shqetësuar vëlla tani. Por çfarë? Me lëvizjen e këtij klanit Saljanj, Ali Mehmet, Sumet etj. Para nuk më duket klan. Kem klanun i vun një emër mo. Po përveç, gjithë politika është klan. Përveç Saljanit, të atjerët masi e kuptun që bën gabim, kanë shkuj nga një gjithë kanë taku Berishët. Se këshu i kam parë që kanë deklaruar vetë, por tha dhe Berisha. Erdhe Gjemali, tha erdhe Ilir Ali Mehmeti, më takoj edhe. Problemi është që Saljani ka qenë burg 10 muaj. Nuk ka qenë këshill kombëtar në këto kohë që janë bërë debate për koalicionet, për listat, për primarat me radhë. Dhe unë e legjitimoj në çdo lëvizje ti. Vërtet? Saljanit. Po. Por nuk legjitimoj asnjë që ka qenë këshill kombëtar me mua dhe që ka heshtur e nuk ka folur në asnjë mbledhje. Pra, unë them që secili, po, nëse gjitha këto që ka thënë Durrës apo në kafe, nuk e di që ka thënë, se unë s'kam qenë, kam patur ftesë, por nuk kam vajtur. Të ftoj. I ka thënë në kryesi, ka gjithë drejtën e Zotit, pasi i ka thënë forume, ti thot dhe publikisht. Pra, unë çfarë kam thënë publikisht në këshill kombëtar? I ke thënë herë atje? Atëherë, ja kam thënë herë atje, që jam kundër primareve, kundër mosfutjes së 23 deputetëve në primare, kundër seleksionimit Sat Nanës Sat Babës, kundër rezatimit të besprerjes për ata që të shtetën kur kishe keq i vunë shkelmin dhe more këta që të rrasën dajakun, i futën pa vota si drejtues PD-je. Përfshi dhe Saljanin? Po, përfshi dhe Saljanin. Ai ishte me shkoj bezbollit, ti e ke parë. Pra, unë kam folë në këshill kombëtar. Ilir Ali Mehmeti, me gjithë respektin që kam për te, si profesionist, nuk ja dit timbrin e Zarit, qa lloj melodie ka, kënon lapçe, muzeqar, qa po më qiteli. Nuk kuptohet. Nuk ka folë ma asnjëherë, du të ngjoj, se unë edhe mund të kuptoj si veteriner. Edhe pse është mjek, mund të kuptoj unë ma kollaj. Kryetari PD-s Kavajës, Enka Diu, 0! Zene se ka qenë tap shishje në mbledhje të këshillit kombëtar nga 2022. S'kam folë mo. Pse s'kam folë? Sepse secili për këtyre ka ndruar me vetën vetë që do jetë pjesë e listave të mbyllura nga Netja Ur dhe nga Lpirja ndaj Berishës. Unë kam qenë i vetmi i kam thënë korrekt 2024 që do karojnë Tiranë dhe listë hapur. Dhe se kam kërkuar kur listë e mbyllur. E di unë historinë tënde e di shumë mirë. Pra, po ç'kishe me Berishën mo? Ç'kishe me Berishën? Kishte bërë një status fort dhe me Berishën më duket? Sot. Po se unë ç'pante, domethënë ç'a ndodhi që reagove është? E pyetëm gazetarët për këtë shefin e BKS. Po këtë Jon Ketët. Po. Dhe tha... Mbaruam, jemi në 1 minutën e fundit e kjo. Edhe tha që nuk flasë për njerëz që nuk e njoh, pra nuk e njoh, edhe nuk më del gjë ke arshiva ime digjitale. Dhe i thash që nuk je sjell me të njëjtin standard për njerëz tjerë, sepse unë nuk besoj që e ke njoh Tirana Gjokën, se s'është mosh me Berishën. As për Ben Krajin, as Dumanin, shumë të vegjël. Ti thua që Berisha sot ndaj Jon Ketës mbajti qendrim neutral, thua ti. Dhe ja përmenda kush është Jon. I thash është i nipi Muslim Ketës, ish komunistit me Adnan Qatip, Mufid Bege dhe bab muslimin tjetër, që të rrunin për llogaritë partisë. Është djali i prokurorit dhe hetuesit komunizmit nga 79 atë në Ketës. Kjo është biografi, nuk ka i minut. Pse për mua s'ka biografi kjo? Pse? Që s'ka asnjë nga klaset për ndjekur politik këtë kaluar vetingu në të jetë në këto nivele? Dhe ta përkraj Berisha se i dha firmët besim të regionit, edhe u talë se tha të vej ende Shabanin. Si ko që ndoka që biografi u djeka, edhe ju medjeve kur bëhet fjalë për pjellën bastardet komunistave. Po për njekut politik. Unë them biografia individuale. Ja, unë i kam bëdhe i shkrim shtator ati, kur qerasi partit e vogla me deputet. Si nuk qëlloj herë 35 vitet qerasësht për njekut politik, munda. Po vetëm ku i gjem bastardet e pjellën më të pist,
të regjimit komunist i Qeras. Asnjë për një politik ta dish nga unë ti, në 800 gjyqtar prokuror, nuk e ka kaluar vetimin. Po pse? Po sepse vazhdon komunizmi të jetë në kamp. Dhe ti mos bëj hipokritë, më nuk e njoh. Pra vazhdon katolizmi. Po patjetër, ti ke heq baba nga puna ti. Seni ka ikë dhe ka ardhur 98. Nga puna. Ky është Nipi Barisha Qiri që ky e majti 5 vjet shik dhe hoj ku e ndroi me vishën, nuk e njoh ka. Pyet nëse s'e ka. Mos thoj më nuk e njoh. Edhe pse kanë bajë Saliun që... Sepse nuk majnë qëndrime për parime, majnë vetë kur vjen kemenere vetë. Sa mirë e njofti Krajin kur i hapi qeshin për kompleksin Partizani, tha komunist, unë kisha 5 vjet. Që i thoje hetusi komunizmit, ke futur Ben Luçi në Burg se ke kap Vor, ke qytë Vorë në zonë kufitare, ke qenë kandidat i Lisem Bashkurtin të rrëtë, ky s'bën zonë dhe i fjalë. Kur i erdhe ke e vetë, ja? E po të mos na bëjnë e... Nuk jemi gjithë ato që hapim gojë në hynë misët kur flet ti. Kej pjesë aty që janë bot durë të kalla sikur kanë korë janë Shtrëbuf duke durë tërket 30 vjetë Berishën. Nuk e njeh pyet. Dhe i thashë doktor, po të tregojë më që se njefti. Se ti për këtë kategori nuk flet. Nuk flet. A i flet? Ty flet. Po fal. Po në base si ka ardhë momenti për të flasi. Kur ti viq, kur tjetë... Po tani, Olimi, po digjo, po se stiri shef interesin e vetë? Jo më zëtë, ja po se shumë politik. Po si? Në pozicione publike, apo politike, ti duhet flash për parime dhe për kauza. Jo për interesin të atë personal që je lang groshe pastaj. Nuk njët ma. Unë i kam thënë parlament Krajës. Ti ke fshetë në civin të atë e qenjen kandidat për deputet i Lisem Bashkurtit. Dhe ti duhet e në ashilloj si Luan Dace kjo të në 2 vjetë burg për fshehet të civis ti. Ky si thot. Pastaj thot Ilir Meta. Ilir ka pas 4 vjetë shef antikorrupsioni Krajën, në qeveri, kryeministri Kuqe Meta. I pabes, thot. Si pabes, që nuk lemroj t'ikësh. Pra, në politik, kur jem në pozicione publike, shtetërore, politike, duhet flash për kauza që t'jesh i besueshëm. Jo vetëm për atë të rovilentate. Kujt për janë emër të rovilentate? Kur vjen tek ajo dia. Po janë kona kot vështira Mortili. Po ja mos e shoh. Po ja mos shiko Rama si po reagon. Po problem Rama. Se Rama po të fliste parimisht që ne jemi shtruar rubrik prokurorësh, absolutisht jam mund dakord që jemi shnu. Se kur një prokuroruc Halabaki Spakut për gjon antarin gjykatës kushtetuese pa vendim gjykate, ne jemi në inkuzicion. Një lloj si oficeri i sigurimit apo hetusin komunizëm që nuk pyeste për gjyqtarin. Ai thjesht ratifikonte vendimin që thoshte partia. Por bëhe me ligj, po ke kelke para se të vike ajo tja. Ja kam kërkuar kur patik PD-ja. Po këta me ligj po e vron pra, ma the vet. Këta Spakut. Nuk e bëjnë ligjin. Duhet ligji që është bën 2016 ka qenë ligj nën kushtet i terrorizuar, duke i ditë janë hajdut i terrorizoi do na luja. Po pra, jo më kush ishte, po luja ishte atë. Luja me gjithë vallëtin që u pullën të çat. E di me ti. Ju patrat fik më i çajakore nuk i shkojnë buz nga një tjetër më. Ku? Kur u pullën lozhmat. Si qenë të gjallët kur gjejnë shpes. Në parlament, po. Që rrinë ferm, qenë të gjallët, kur gjejnë shpes. Shpes, po. Shpend, po. No, se jam gjatarë. Ashtu rrinë si ata dytë ngrimën dhe sa qkoj gjatarit ngrej shpende. U balcamosëm atje, mu tha se vdikje. Mbajme dhe të puthje. Desher ambulanza, ti qonte se harrun që dhe të merin frymë, shkret. Kështu që, me që ka ardhë momenti, që ti nuk është turp me thonë falë, më dhe, bëshim me akulpa. Në atë kohë e bëmë se ishim menum që nuk në të godasin e. Të shqe, pamë që është, vela. Prokurori duhet përgjoj me vendim gjukata. Ku që jem të gjanë autonom? Ku që kanë odhëm ta? Ku që kanë odhëm ta? Prokurori në proces gjysor është palë. Pushteti 4 është drejtësia që është gjysor. Nuk përgjoj me vendim gjukate, thoti? Jo. Jo, s'ka mundësi. Po jo, fare. Po jo, burta. Pra e përgjun, kam përgju një gjytar të gjukatës kushtetuse. Edhe bëjnë, edhe ja japën dhe gazetarve. Duke se ka thonë kështu, duke thashto. Jo dhe prokurori është avokati, prokurori, gjytari është e që quhet drejt për drejt drejtësi. Gjytari duhet jeti pavarë, jepi fuqi gjytarve. E ke bërë rubrikën? Ja, për kërkuar rogat tani këta, e 50 talë... Po jepi fuqi me ligj, le. Edhe duhet dërshosh kodin e procedurës penale. Këto s'kan keltje. Arresti me burg është masa e fundit çrëmuese. Qa fitojnë shqiptarë që hyka 100 hajdut që kanë vjetë nga 100 milion euro, nga 2 vjetë burg. Duhet pagujmë dhe 180 euro në ditë kosta për këtane. Roje, buk, drita, batanie, kështu bamble, që tha tiku, bamble me ujtë ngraft. Përse gjysë më ty, duhet me ngraft që qkojnë halet. Për të rujnu. Qa fitojmë ne? Me rolla legët. Hiqi 10, 15 vjetë, 20 vjetë, mos jenë ma në funksione publike, edhe i thuj, ti qemri qeni, i do korri 2 avion që tërbuf qerëm atje, për të diskretu, dhe me i gjanë vjetën. Qa vitën shqiptarë që, po për 2 vjetë burg, me 100 milion, 200 milion euro, po qa fleti gjithë qeftë, e disa është rada për. Po këta shikju që se kam posin kodë zogut, kodë ka qenë kodi penal me Dorzani. Qdo me thëmë?
që në vend Hasanit shkon të Hyseni në Burg me pagesë. Çfarë perle. Dhe po e bën ashtu, tuç. Vietnami? Po jo, arë gjithë shqiptarët, do kthehen emigrantët, do vinë bëjmë burg për këta. Që 30 vjetë emigrantë ka i jetë aty si ka po kur 1 milion euro. Vjen po 2 vjetë burg, këtu rru 5 milion euro për këta. Se të flej po shurës e të vjeli do matën fogja. Mund të bëhet kjo? Apo të rrëtën, po vërdal do i vinë. Se po shpikin jo senatin, jo dhama 2, dhama 1, ne 2 milion shqiptarë, duhem 2 dhama ne. Ne kemi të shi 1 dhami kushin, 2 hale. Duhem 2 hale, 1 dhami kushin. Ja me këto mbyllet. Takojmë nesër, mos është i madh, nuk mundem. Jo, nuk mundem, jo, ja kjo ishte mbyllja që prisja kjo.